Jeni zhgënjur që nuk keni përfaqësim më tepër të partive të reja, por më pëlqeu dhe konstatimi ndoshta i Adriatik Lapajt. Mandati vetëm i tij është mandati më shumë i votuar në Shqipëri dhe në diasporë. Po, nuk jam i zhgënjur sepse, siç u tha, shpresojmë një pluralizëm politik më konkret. Është e vërtetë që në këto zgjedhje u paraqitëm me shumë oferta, pra kishte shumë ngjyra. Është e vërtet, e dinim që ndeshja ishte e vështirë, e dinim që nëse do ta paralizonin me një ndeshje futbolli, luante Real Madrid kundër Granozit. Partia Socialiste ishte si Real Madridi, sepse kishte të gjitha resurset e mjaftueshme, kanë kohë që punojnë, ka një strukturë organizative, ata që ne quajmë patronazhist, edhe që nuk është e ndaluar për mendimin tim, mund t'i bëjnë të gjitha partitë që ishin të organizuar. Normalisht nuk jemi dakord me shitblerjen e votave, po ato jam i sigurt që e bëjnë të gjitha partitë mundojnë ta bëjnë ato që kanë mundësi dhe që kanë lekët. Pra, ishte një ndeshje e parabartë në këtë drejtim. Kishim nga ana e fituesit gjithë pushtetin e mediave, që nuk është gjë, shumicën e pushtetit të mediave, që nuk është gjë për tu sotovalutuar, për tu nënvlerësuar. Pra, nga ana tjetër kishim një opozita PD-ja, që ishte opozita ku shumica kishin syt për të bërë çik konkurrencë, ajo ishte e shpërbër tashmë. Kishte shumë hemoragji në radhë të saj, por mbi të gjitha ishte prezantuar nga një person që 100 ditë drejti brenda në shtëpi. Mos harrojmë që diaspora, votë e diasporës dhe të rinjtë e diasporës votuan 1% të lartë për partitë e reja, sepse Shqipëria bëhet ka mbi 8%, pra trendi ishte më lart në diasporë se sa në Shqipëri. Ku në Shqipëri janë pikërisht patronazhistët, pikërisht ato klientelizmi e tjera ndikuan. E kupton, vendet e punës për administratën publike që duhet mbrojtur duke ofruar vota dhe ka identiteti. Pra, organizimi i PS-s bëri në mënyrë të tillë që në Shqipëri të kishte një rezultat më të madh se sa në diasporë. Pa ma dhe diaspora, ajo pjesa gri e diasporës që nuk kishte interesa drejt për drejt ekonomike me votën, ka parë një parti socialiste që një dirama që mburej për spakun dhe për atë që u bë. Edhe pse brenda ishin shokët e tij, bashkëpunëtorët e tij. Nga ana tjetër kishim Sali Berisha që ishte kundër spakut. Mos harrojmë këto probleme. Pra unë si një elektor, një votues naiv, kur shoh njërin që thotë që buhet me spakun, edhe tjetri që thotë duhet ta heqë spakun, këtë zgjedh. Dhe nga ana tjetër kanë frikë sepse vota tek ato partitë e vogla i kanë dëm. Pra kanë frikë se ai që bro spakun nuk votohet, atëherë unë votoj për mos u çuar votën dëm. Pra është një arsyetim naiv i thjesht, simplicistiko, votoj për atë që më mbron spakun edhe që Shqipërinë ma ka bërë të bukur. Sepse unë që kam barkun plot në Itali, nuk e ndjej shumë barkun bosh të shqiptarit, i themi gjëra siç janë. Pra, unë shoh fasadën, shoh që estetika, Rama është njëshme këtë drejtim, estetikën ai e ka respektuar, ai di të shitet popullit vetë një pjesë të një, por di të shitet dhe Evropës. Që si organizon takimet ai, si organizon pritet me udhëheqësit duke i bën asnjë udhëheqës, asnjë japonez dhe një kinez nuk e bën. Pra, ai është një artist, një manipulator perfekt që di të shitet edhe do ta çojë Shqipërinë edhe në Evropë, mase pikërisht në këtë, pa ama në qoftë se ne nuk i themi atij dhe Evropës, ore prit një se ma lyeve pallati po brenda shtëpisë nuk kam çat ha, atëherë mirë na bëhet sepse nuk kemi sens kritik. Edhe unë shkruajta një artikull në gazeta italiane, gazetë kombëtare para ca ditësh, para zgjedhjeve, dhe thash pikërisht këtë gjë. Në Shqipëri kemi një elektorat ku një pjesë blektore, një pjesë agrare e popullsisë shitet me një thjesë mio, më falen nëse ju ofendoj, një pjesë tjetër në metropol shitet me 50 euro dhe administrata publike shitet me vendin e punës. Në qoftë se ajo pjesa tjetër që nuk është e lidhur me këtë interes nuk proteston, nuk ka një sens kritik, pra fryma kritike mungon, kështu do vazhdojmë. Do kënaqemi me aparencën sepse kemi dhe konfliktin e interesit, do kënaqemi dhe do vazhdojmë të kultivojmë kultin e individit, sepse jemi rritur me kultin e individit në gjithë kohën e diktaturës dhe vazhdojmë ta bëjmë akoma. Mos harrojmë sepse lideri tan, njëri është një ish komunist, Sali Berisha, tjetri është i biri një komunisti. Po ky biri komunistit është më modern, ti të shitet më mirë, është një oriental më modern.
Sali Berisha është një oriental dok, autokton, me identitet tipik oriental, që nuk i pëlqen të rive, i zë frika, sepse është më agresiv, është më violent. Tjetri është më i moderuar, është një më manipulator, është më lejon dhe fjalën kundër, në lënë të shajmë këtu pa pasur probleme. Sali Berisha rrezik do t'i eliminonte ata që flasin kundër. Ky tjetri, çuni komunistit, eliminoi gjithë kundërshtarët e tij dhe krijoi një autostradë të hapur për të fituar zgjedhjet, ka për të fituar gjithmonë edhe për 2 dekada të tjera derisa flohet, nëse mungon ajo që thamë më përpara, fryma kritike dhe nuk e kuptojmë që duhet mbushur dhe barku dhe jo duhet krahasi vetëm syrin me fasadat. E drejtë. Kjo është ajo që mendoj unë. Patjetër. Florian, mendoni ju se